Ervin Saljani ishte sot i ftuar në Live from Tirana me Ronaldo Sharkën, ku foli mes të tjerave për lidhjen me Grida Dumën. I pyetur se sa është ritmi i të qenurit krenar, ai u përgjigj: "Është shumë, është fat, pa diskutim, është edhe pjesë e krenarisë, por edhe e botkuptimit edhe ndërtimit të gjithë asaj që un jam. Siç e keni parë, e kam mbajtur aspektin personal përgjithsisht të kufizuar në diskutimet publike, por pa diskutim, që është pjesë e rëndësishme, është pjesa më rëndësishme e imja. Unë jam tek ata që besojnë te dashuria, ka nga ata që janë besimtar, ka nga ata që nuk janë besimtar në përgjithësi. Unë hy tek njerëzit që besoj në Zot, besoj që ekziston dhe nuk është vetëm në libra dashuria." E ndërsa pyetjes nëse është tradicional si natyrë dhe ai pëlqen martesa, Ervin Saljani përgjigjet: "Po, nuk është se e shoh domosdoshmëri, apo nuk kam ndonjë gjykim për njerëzit që nuk i duan eventet, organizimet, ashtu siç nuk kam nënvlerësim apo ndonjë gjë të veçantë për të gjithë njerëzit që e bëjnë. Unë mendoj se është si të vjen dhe varet kur të vjen. Po flasim për institucion, jo vetëm ligjor. Besoj njeriu duhet të jetë jo vetëm i lirë, por edhe në ndërgjegjjen e gjithë secilit që të zgjedh formën e vet. Nuk të bën vetëm martesa që dy njerëz të jenë me njëri tjetrin, po flas si institucion ligjor. Ndërsa në aspektin e bashkëjetesës apo të jetesës së përditshme, nuk besoj se bën ndonjë ndryshim nga format e tjera të bashkëjetesës, të qëndrimit me njëri tjetrin, përfundon Ervin Saljani.